Populli është në një hap më përpara tyne, në çdo situatë është një hap para politikajve tonë. Unë mendoj që zgjedhjet në komuna kanë tjetër natyrë të percepcionit karshi votuesve, sepse votuesët në një komunë thuja se i njohin si njerëz, si familje, si karakter, si edukatë, njohin kandidatin që provon të bëhet kryetar komune, dhe ata na kemi rastin e Ferizajt shembull Agim Aliun, i cili është hera e 4 që po i fiton zgjedhjet në nivel komune dhe si duket njeriu është dëshmuar si punëtor dhe ja kanë besuar votën populli shumica normalisht në Ferizaj dhe ai ka fituar zgjedhjet. Pastaj Imre Ahmeti Lipjanit, edhe ai gjithashtu, domethënë ky është i LDK-s, ai është i PDK-s. Ky djali në Bulliçi në Besion, domethënë tash ka fituar bindshëm, domethënë herën e dytë. Kështu që kurse zgjedhjet në nivel kombëtar, aty tani funksionin si tërësi zgjedhësi dhe votuesit, dhe normalisht që kanë tjetër percepcion për secilin kandidat që ofron partia, sepse na ishim dëshmitar që vetëvendosja deshi ta impononte Albulena Haxhiun me çdo kusht për kryetarët të kuvendit, po ja që shumica dërmuese nuk e pranoi, sepse normalisht që këtu është një tërësi tjetër e votuesve, një kapacitet tjetër i votuesve, të cilët ndryshe e perceptojnë secilin individ, secilin politikan, po edhe secilin parti. Kështu që këtu kanë absolutisht dallim. Zgjedhjet në nivel komunash janë më reale dhe janë më toksore, kurse zgjedhjet në nivel të vendit po tregohemi që nuk kemi një kulturë, nuk kemi një vetdije politike dhe kombëtare të mjaftueshme për mujt, dhe kjo mungon te politikbërësit, te anëtarët e partive politike dhe oponentët e tyne, kurse populli është në një hap më përpara tyne, në çdo situatë është një hap para politikajve